Në iftoj gjithë qytetarët e Prishtinës, por iftoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që dalin të votojnë masivisht për t'i dhënë drejtimin qyteteve dhe komunave ku ata jetojnë, sepse vërtet 4 vite janë shumë dhe verdikti i tyre duhet jetë ai i cili vendos për të ardhmen e tyre, që vendos për një jetë më të mirë për ta. Andaj besoj që sot do të jetë një ditë e mirë, një ditë feste për qytetarët e Kosovës anë mbanë dhe një proces zgjedhor shembullor siç e kemi pasur edhe proceset e fundit.